Përshëndetje. E hapa vlogun sepse neve sot filluam ushqimin. Edhe për gjitha mamat cilat do e fillojnë së shpejti dhe më kanë shkruar, dua që ti ndihmoj paktën me eksperiencën time, se nuk është se unë jam perfekte te kjo pjesë të herë parë. Tani neve sot e nisëm me mollë të kuqe. Edhe bëra një mollë, se më tha pediatri bëj një mollë dhe le të ha sa të doj. Kjo është edhe ureja. Edhe hëngrëm një luk. Po ta vë bashkë një luk. Edhe se unë këtu jam super umoj, se do filloj punë tani, se vura në Xhumabeli. Edhe hëngrëm një luk dhe në fillim, se shije parë, bënim sikur nuk bëhanim mollë, po sikur bëhanim limon. Ishte më të bëne kështu, po që ndërkohë i shijon të pak, se dukej. Edhe u lyem nga koka te këmbët, me baby bjorn, me tokën, gjithë shka të me thënë, po që nuk është problem. E rëndësishme është tjerë sa të mësohet, se nuk është se ajo do ha do ngopët, se është fillimi. Nejse, unë tani do mbledh çik çakën për të hedhë poshtë dhe këtë kartonin do i heq, do i mbledh dhe gjitha, do të rregulloj situatën këtu sepse është super rëmuj. Edhe dua të bëj hëngra një supë për vete, se kam supë edhe sallatë sot, supën e hëngra, por sallatën nuk e bëra akoma gati, do e ha pak më vonë për drek. Edhe më shkujt një gotë, si më thaj që je dobësuar, po jam dobësuar, kam rënë 3 kg. Të thëmë të drejtën, nuk është se tani ditë e fundit, po e mbaj fikse dietën, mund të shtoj në një që të voçkël, por diçka jo të rrezikshme për të përshur dietën. Edhe që ta bëj pak më të thjeshtë jetën, se të rish të hash në mënyrë konstante fiks çdo gjë që të thot ajo dieta është pak e lodhshme për një kohë të gjatë. Kështu që gradualisht, avash, shtojmë dhe në një që të vogël. Edhe kështu, njerëz. Tani unë do mbledh pak këto gjëra, duhet të vë të gjithë pepironat për të larë, se është bërë super muj, gjithashtu duhet të laj blenderin. Edhe kështu. Pun. Natë ditë pun, ç'a do bëjmë? Ç'a bëjmë? Kështu është je në leje ligje. Do rrim në shtëpi, do pastrojmë. Se pak kur t'jem punë, do vi ditët që kam pushim, edhe atëherë do i futem në themel. Kurse kështu bë tani pis, pastro vë prap pis, se je tërkohës në shtëpi. Ç'a të bëjmë? Kush po e kalon si unë këtë punë, më jep të drejtë. Harova që t'u tregoj çfarë kemi marrë sot për pazar. Çaj bëra kësaj kamerës, se çaj klikova këtu tani. Okej. Pikë pari, u çudita se te Big Marketi kishte libra për bebe. Edhe i mora Mabelit librin tjetër që është 6 deri në 9 muajsh, sepse atë 3 deri në 6 e lezonim natë për natë i përqente shumë, ndaj edhe juve ju sugjeroj që të nisni dhe të lezoni bebit gjithmonë ta përfshinte rutina e darkës, të paktën sa herë të mundeni, të lexoni sepse gëzojnë shumë. Edhe ky është me këto. Unë ja hap kështu, që shtrihemi të dyja në krevat, edhe e mbaj kështu dhe e shef edhe ajo. Dhe ja bëj kështu me rim që t'i pëlqej, domethënë, pastaj i klikoj këto, ja shtyp kështu që të shofi figurat, do ta preki vetë, i shofi, dhe është shumë interesante sepse ka dhe ngjyra të cilat i tërheqin bebat. Okej, morëm këtë i cili kushtoi 8000 lek. Mora këto makaronat, më duken shumë interesante. Nuk e di pse, më duket se janë të mira, janë italiane. Mora parmigiano. Mora këto për në një supë, se kam shumë qef supën me këto dhe kështu. Në supë me pull edhe me limon, kështu des për supë me pull. Mora prapë kos 0.
3 copë. Edhe një mozzarella që e dashuroj mozzarella. Në shtazani mu rrye, por mu rikthye prap pushimi. Domethënë një orë shumë mirë të preparuara. Pastaj mora sallatë jeshile, që nuk e ndajmë, nga ato do bëj tani. Që kam marrë këtu? Kam marrë portokalle, mollë për nga beli, këto që nisa, portokalle, domate. Kaq, nuk të kam marrë qëta tjetër. Që kam marrë kyshte dhe pazari. Ndërkohë po porosis edhe një si kjo, sepse kam përdorur çdo ditë pak të një herë, edhe pse si ka patur bllokuar apo ka patur sekrecione, dhe kjo është super. Ju super sugjeroj për bebat tuaj, është sprej më i mirë. Unë e kam marrë me rekomandim pediatri, por pastaj kam parë dhe kam lexuar shumë që të gjithë e sugjerojnë se është shumë i mirë. Është ky. Aparatin duhet gjithmonë pas 4 herë përdorimsh, duhet ta heqësh të pjesën këtu, aparati që unë shtrasim, edhe të lahet. Ndërkohë kam nxjerr shenjën e ujit që duhet ta mbush me ujë. Ju sugjeroj ta lani shumë shpesh mbajtësen e ujit, sepse unë çudita që unë përdor normalisht ujë të bler apostafat për bebe, kjo kishte zënë shumë kripra, shumë e çuditshme. Brenda ishte shtresë me kripra, edhe pse është konsiderohet një ujë apostafat për bebe. Ndërkohë këtu po lahen vetë, ju beton kam gjetë zgjidhjen me aparatin që lan biberonat dhe jo vetëm, tash mund të laj edhe enët. I lan, i than, i sterilizon, dhe më thënë, dhe ti nuk e punë, e vë 2 herë, njërë në mëngjes, njërë në darkë, edhe mbaroj punë, dhe më thënë, super. Ju super sugjeroj që ta merrni nga Momkozi. Ajo që dua t'ju tregoj, për shembull, diçka shumë interesante, ky libri, më janë bërë flokët cilesh. Ky libri Bebi i Breza, aparati blenderit, ka dhe këtë librin brenda, tani po dëgjoni këtë larsin e biberonave, ka dhe këtë librin ku ju tregon se çfarë mund të gatuani për shembull çdo muaj. Ushqimet për shembull që mund të japin alergji, të cilat ju mund t'i shmangni. Faza 1 thot, çfarë të gatuash në stage 1, ose për shembull faza 1 që është 4 deri në 6 muajsh, edhe tregon se çfarë mund të përgatisësh. Pastaj është faza 7 deri në 9 muajsh, ju tregon po ashtu çfarë të përgatisni. Pra, është shumë interesante se mund të shohësh lloj receta të ndryshme të cilat i bëjnë mirë bebit. Ndërkohë tani u mbarova punë me kuzhinën, do të bëj sallatën, sa akoma të kam bërë, edhe ora është 2:03. Që tua tani, mama? Mëse. Neve tani sa po erdhëm, sepse dolëm pak, bërëm një ecje, na bëzurit e shiu. Këto ditë në shi vazhdojnë, nuk e di sa do vazhdojnë, por po vazhdojnë. Ndërkohë Mabeli ishte me babin e vet andej, dhe mua më erdhën produktet e mustelës që përdor për Mabelin. Edhe kështu që doja t'ju tregoja pak. Të gjithë linjën e mustelës e kam marrë tek një faqe e cila është direkt nga Anglia dhe quhet UK Baby Products London, do ja lë dhe këtu. Dhe doja t'rregoj të gjitha produktet që më kanë ardhur. Tani do e nis nga pastruesi water, cleansing water edhe cleansing oil, që të dyja janë për të pastruar fytyrën e bebit. Më saktë unë për këto i përdor. Është për normal skin, kur lëkura është
normale, kurse cleansing oil është për fytyrë lëkurë të thatë. Ha, babi. Ja, nuk më lëdot as 2 sekonda, ja, erdhi. Po të kërkon me. Ha, mama, qëllë të ti? Ku? Si ju shpreje babi që më kërkove, qa i the? Qëllë i the? Ja, shumë. Të vdes, mami, për ty. Ik në gjiro tani. Dika bloku. Dika pas nga do njeri më mabel. Okej. Tani 2 minuta ka edhe jam. Pra, në qoftë se keni lëkurë të thatë, bebi ka lëkurë të thatë, duhet të përdori cleansing oil që është në formë vajore, ndërsa në qoftë se ka fytyrë normale, cleansing water. Janë shumë të mira, me anë të një pambuku, këto pacet që janë në formë pambuku, ja pastroj çdo mëngjes fytyrën. Do të tregoj pak linjën e cila është e Mostellës gjithmonë. Kjo me këtë bletën e verë që është cold krem. Këtu kemi edhe për fytyrën, edhe për trupin. Tani, kjo përdoret kur baby juaj ka një lëkurë të thatë ose i acarohet. Për shembull, mabelit i ndodh shpesh, shumë shpesh, që t'i acarohet lëkura e fytyrës. Në trup nuk kemi padur problem. Ndoshta te pjesa e sqetullës mund t'i irritohet ndonjëherë, domethënë merr thjesht një skuqje dhe atëherë kjo mund të përdoret. Ndërsa në fytyrë i ndodh shumë shpesh. E shoh që është shumë e ndjeshme ndaj vapës, shumë e ndjeshme ndaj të ftohtit, dhe i krijon disa si puça të vogla dhe merr skuqje, ose kur e buthioni, ndodh sepse ka qime në fytyrë. Edhe unë gjithmonë i përdor këtë lloj kremi. Edhe është super efektiv me njëherë, ja qetëson lëkurën. Pra, nëse bebi juaj ka një lëkurë të ndjeshme dhe i irritohet shumë kollaj, duhet të përdorni këto. Për një fytyrë, një lëkurë normale është ky kremi këtu, se cilin unë e përdor në përditshmëri për mabelin. Ku nuk kemi asnjë lloj problemi, ku kemi një lëkurë normale. Ose çfarë bëj ka raste, nëse i den në një puçër, tek puça i vendos këtë dhe në fytyrë pastaj i vendos këtë krem normal. Ky është kremi të cilin ja kam treguar, e përdor edhe Joni, që ka një fytyrë të ndjeshme dhe i super pëlqen. Tani kremat e Mostellës unë nuk e di, dashuroj, aroma që kanë, bërja është, nuk e di, është super, super e mirë. Ndërsa krem për kokën, nëse keni bebi juaj, nuk i kanë ikur ato koret që krijohen në kokë, është shumë i mirë ky kremi, i cili është Cradle Cap krem. Mabeli e ka të zona këtu dhe unë të ajo zonë do ja lyej. Të larë, nëse ka në flok, vazhdon që të ketë probleme me lëkurën e thatë, lëkura e thatë është ajo, besoj, nuk e di si të quhet ndryshe, është kjo shampoja, e cila është apostafat për të larë kokën, për të bërë një dush me bubble, me flux kaq, siç e kanë qef bebat, Mabeli për shembull edhe ka shumë qef dushin, ujin, është kjo. Mjafton që të hidhni tek uji dhe krijon ato bubbles në ujë, që të bëhet dushi sa më lezetshëm. Edhe të gëzojnë bebet. Shumë në sarë lajmi, Mabeli e shtyn, ka qef të shty ujin me këmbë, kështu, sikur si duket ka qef kur përplaset uji, nuk e di, po që shqyr zoti e ka qef dushi, sepse ka shumë fëmijë që nuk e ka qef. Mua më janë lagur flokët nga shiu dhe ndaj po dukem kështu. Kështu që ja, linja e Mabelit mund të them që është goxha e gjatë. Nuk mbarojnë aq kollaj. Do të thënë ka goxha produkte, por që duhen, sepse jo dini që bebet kanë një fytyrë të ndjeshme, siç e kam sot nuk e ka nesër, kështu që mirë është të marrim të gjitha masat. Siç u thash, produktet i gjeni direkt nga Anglia tek UK Baby Products London dhe do ja lë dhe këtu. Tani ika se pat që erdhi babi, edhe nuk e mban të më gjatë, do të shkoj unë. E kuptoni juve vetë tani. Çfarë të them më tepër? Nuk kemi qënë gjithë Tiranën me këmë kemi bërë. Ndërkohë Mabeli ka një problem tani që nuk flëm më. Në qoftë më përpara e flinte vetëm karrocë, tani më nuk flëm më në karrocë. Edhe ora po shkon 3 dhe kjo s'ka fit fare.
Domethënë keq me dal e keq mos me dal. Po s'ka gjë, ja doni, jemi afër shtëpisë, kështu që do frinja 2 orë të mira meqenëse s'ka tjetër gjumë. Koha është shumë e mirë, por fryn erë. Unë në fakt plasa çik vape me këto zezat që janë veshur. Por për Mabelin frynte pak erë dhe ndaj jam menduar që ta mbaj pak të mbyllur këtë pjesën e karrocës, sepse kjo era do sigurt të ftoftë, sidomos nëse pjesitesh. Mirëmëngjesi. Këtu po përgatis pak tërshër me moll edhe me qumësht soje për mua. Ndërkohë kam vendosur moll tek blenderi për Mabelin. Unë doja që mollën mos ta bëja me avull, por se filloi që të bënte blenderi procesin edhe ndaj u pëshurm. Po thoshja që duhet ta bëj se s'bën me avull që të më bëhet pure, ndërkohë që unë nuk dua, unë dua thjesht ta bëj pure pa e gatuar në avull. Ani kjo ishte dhe ajo çfarë bën, e lash vetëm 5 minuta. 5 minuta avull dhe pure. Okej, 5 minuta është bërë mirë tani, por doja që ta bëja pa. Nuk më pëlqen që nuk ma bën pure pa avull. Mjalt, tërshër, moll edhe kanell. Ja sa hëngrëm, edhe biles më shumë hëngri ajo që varë në qafë si i thonë Mabeli për mos të bërë pis se sa Mabeli vetë. Po nëjë si ishte moll jeshile edhe është pak e thartë. Gjyshi. Në fund doli dielli dhe ne dolëm e shijuam këtë kohën sot, edhe pse kam lëshuar karrocën ndaj të Mabel, edhe nuk e mbaj më shtrirë, po keni parasysh kjo që vihet pas 6 muajsh që ri bebi më në mbyç, edhe mund të shofi. Edhe po mësohemi pak aty sepse është mësuar pasha shtrirë. Edhe jo se pëlqen, e pëlqen, po për shkakun për të fjetur gjumë ende nuk po fla aty. Edhe erdhëm që të flej gjumë në shtëpi Mabeli, bërëm thjesht një shëtitje, pivëm një kafe. Edhe unë dua që nisa që të bëj punët, por do përgatis dhe pak ushqimin për sot për Mabelin, edhe dua që të ju updatoj pak në lidhje me ushqimin. Okej, mua më kanë shkojt shumë veta që stamatina filloj perimet, jo vetëm frutat, mos prit 3 ditë për çdo frut, prit 1 ditë, domethënë thjesht lëre 1 ditë dhe provoje prap, e të tjera. Unë e kuptoj, e mirë kuptoj, secili ka eksperiencat e veta, por nga perimet kam provuar vetëm kungullin, po, që është më i ëmbël, por po shifja që Mabeli kishte vështirësi me pjesën gjatë kohës shtrëngohej. Edhe pse nuk është se ne kemi ngrënë shumë gjatë kësaj kohë, domethënë Mabeli ka ngrënë shumë pak. Dhe fruti preferuar është banania, atë po e ha më me qejf, kurse të tjerat nuk është se i ka shumë qejf. Por fola pak me pediatrin, duke qenë se po shtrëngohej shumë dhe po më bënte merak se po thoshte pse po shtrëngohet gjatë kohës, ndërkohë që me jashitjen ka dalë në rregull, nuk se ka patur vonesa ose kapsllëk për shembull. Edhe ose ndryshim në përbërje, se edhe kjo duhet të vjetre. Më thaj që stamatina mos i ushtro presion vajzës për të ngrënë. Tani vajza vetëm do shijoj, që do të thotë do provoj shije, do testoj shije, nuk do ngopet nga ushqimi. Qose ajo do të stopon, nuk do të ha, mos ja jep. Unë nuk është se ja kam dhënë, por ndoshta kam bërë të pjesën e orareve gabim, sepse ka pat raste që ja kam dhënë bazë dreke, për shembull, jo para dite gjithmonë, edhe ndoshta i ka ndiku kjo, mendoj unë, nuk e di, por që tani është pak më mirë, edhe nuk është se po i ushtroj as asaj presion, po as vetes time që hën të haj, se në fundit ajo ushqimin bazë primar ka qumshtin. Kurse këtë pjesë do filloja vash avash, do e ha, do ushqet sa të doja ajo, nuk dua që t'i ushtroj presion dhe ta kthej këtë pjesën në diçka tensionuese. Siç thash, po ham shumë pak, po ushqemi shumë pak dhe thjesht po testojmë dhe kështu do vazhdoj në vazhdim, derisa ajo do të tregoj që ka nevojë për më shumë,
kur unë ta kuptoj që ajo ka filluar tashme dhe e pëlqen mjaft mirë ushqimin, të kaloj në miksime të ndryshme e të tjera. Kështu që po ja lë kohës këtë pjesë. Si që thash, po testojmë frutat, kemi testuar mollën, kemi testuar mollat ndryshme, edhe jeshilen, e të kuqen, e të verdhën, kam testuar bananen, i kam dhënë një ditë kungull, po, kungull, mirë thash, një ditë i kam dhënë avokado, po nuk e kishte qef. Kur je në situatën që je prind, ti mendon çdo lloj reagimi që bën fëmia, ti mendon aq gjëra gjatë, e thua të ketë bërë kjo gabim keq, të ketë bërë kjo keq, po s'ka bërë kjo, po s'kam gabuar këtu. Do të thënë analizon gjithçka që ti bën. Çdo lloj veprimi që ti bën, çdo lloj reagimi të bebit ti e analizon sepse ti nuk e shmang dot të pjesën, se është ajo meraku që ti nuk të lëm. Por si që thash, në fillim e kisha më kështu tensionosha, kështu tani e kam marrë shumë më qetë, edhe më thjesht këtë pjesën, sepse dua Mabeli, do vi një moment ku do ushqet siç po ushqemi të gjithë neve, edhe ajo gjithë thjesht do vi gradualisht. Siç erdhi pjesa e gjumit, që unë e kuptova që ajo tashmë mund të flinte pavarur, ashtu po vjen gradualisht edhe pjesa e çuçot, sepse kam vëre që ditën nuk e do më, ma shtyn me gjuhë, por unë detyrohem ndonjëherë javë, sepse janë mishat dhëmbët që do i dalin, edhe ajo merr çdo gjë e fut në gojë. Dhe më mirë them do vë çuçon, se sa të më vë 100 gjëra në gojë, edhe kështu që ndoshta pak më vonë do tentojmë që ta lëm edhe çuçon. Edhe kështu të rejat e fundit tonat. Këto ishin dhe update. Ndërkohë mua më ka kapur sikleti, ankthi, mërzitja, sepse po më afron dita që do filloj punë. E kam për të filluar në qershor, por e kisha për në mars realisht, edhe e shtyva. E shtyva sepse ishte shumë e vogël për ta çuar në çerdhe, plus unë nuk është se kam dikë që të mund ta mbaj Mabelin këtu, asnjë nga gjyshrit ose dikë tjetër, motrën apo nuk e di, secili është në shtëpitë e veta, në qytetin që jeton në Sarand, nuk mund të ndikoj, apo nuk është se i kam tu afër që të gjeni një zgjidhje. Edhe normalisht do e çoj në çerdhe. Do thonë juve i bie të jetë 8 muajshe, ndoshta çik më herë do e çoj se dua që ta mësoj para se unë të filloj punë. Por qa bëri 8, qa bëri 12, nuk është se është një diferencë e madhe, se si ta shoj në qershor, si në shtator kur të bëj një vjeç, nuk është se do një diferencë e madhe, mbledh sa më herët aq më mirë mësohet me virozat e të gjitha me radhë, por është shumë e vështirë. Të merr e vështirë. Nuk ka ditë që nuk e mendoj, domethënë momentin kur ne të dyja do ndahemi, nuk do kthehet më kjo koha që neve dilim bashkë çdo mëngjes, pinim kafe, kishim atë qetësinë tonë, rehatin tonë, kishim kaq shumë kohë që mund të kalonim me njëra tjetrën. Kur mendoj këto, nuk e di. Si ja keni bër ju, mama, që xha i keni çuar fëmijët, e keni kaluar të pjesë, keni çuar fëmijët në çerdhe, mua më duket të merr. Gjëja më e keqe, më duket, nuk e di, nuk e përshkruaj dot çfarë ndjesie është. Se di. Më ndihmoni, më shkruani, më komentoni. E di që do jetë fillimi i vështirë, më pas do kaloj, se kështu thon të gjithë, java e parë është e vështirë, por nuk e di. Sa po afron dita dhe mua më kap gjendje ankthi për këtë pjesën. Ndërkohë i them Jonit si ja bën ti që ikën në mëngjes e vjen në darkë. Joni thotë sigurisht që më merr malli, po ç'a të bëj, jam në punë. Nëse është mësuar, se kështu ka qenë gjithmonë, nuk është se ka ndëitur ditë para, vetëm ndëiti shumë pak ditë që bëri pushim, edhe ju rikthye shumë shpejt rutinës së tij. Dhe sigurisht që e merr malli, sigurisht që ka mendje ndërkohës tek Mabeli, por është mësuar. Do mësohem edhe unë si gjithë të tjerët, se nuk është se është diçka që nuk e kanë bërë të tjerët, e kanë bërë të gjithë, edhe thjesht është kjo fillimi që është të merr, nuk e di. Shumë të merr. Edhe kështu. Ndërkohë do pasoj pa kuzhinën, se po fli Mabeli, edhe sot do bëj fasule, kam nxjerr fasule këtu, i kam bërë në ujë. Edhe dje kam pasuar gjithë shtëpinë, po kuzhina është bërë prapis, është mëse normale, edhe më kanë kelë disa rroba për të e kurosur dhe për të futur te një lec komplet të dhomës të miqve, edhe ta mbyll dhe atë dhomë, edhe do merrem me editimin.
sepse duhet të editoj. Nuk jam marrë me pjesën e videove, editimit, jam munduar që ta shijoj në maksimum kohën time me Mabelin. Jam munduar dhe e keni parasysh kur çdo gjë tjetër duket e parëndësishme, nuk them se YouTube është i parëndësishëm, por çdo gjë ka rëndësinë e vet, por para kohës kur kalon me fëmijën tënd është diçka që se di, ose mua më ka kapur kjo pjesa tani që po afrojnë ditët, nuk e di çfarë t'ju them. Unë do e mbyll këtu këtë video edhe bashkë do të shihemi tek video e radhës, së cilën do e nis direkt pasi të mbyllet kjo video normalisht, edhe pse nuk postoj shpesh, mundojmë që të filmoj që nga momenti pasi mbyll videon e parë, mundojmë që të filmoj çdo ditë nga pak, që ju të updatoheni me gjithçka që neve po kalojmë këtë periudhë. Kemi edhe vaksinën besoj javës tjetër, vaksinën e fundit të 6 mujorit. Edhe pastaj do kemi kohë deri në vaksinën e 1 vjeçarit edhe do e kalojmë edhe atë. Ta heqim qafë edhe atë, plus në ditën në vijim dua që të shkoj të shoh çerdhen që ma kanë sugjeruar të gjithë, është shtetërore, edhe më kanë thënë shumë fjalë të mira, kështu që dua të shkoj ta shoh brenda se si funksionon të gjitha, se nuk është se kam çuar ndonjëherë në një fëmijë dhe nuk është se e di mirë se si funksionon pjesa tek çerdhet, por më kanë folur më mirë për çerdhet shtetërore se sa për çerdhet private. Juve mund të më shkruani eksperiencën tuaj, do më ndihmoni shumë për pjesën e çerdheve këtu në Tiranë, çfarë të kem parasysh, pjesën në momentin e ndarjes. E të gjitha me radhë. Kështu, ju falenderoj shumë për supportin edhe bashkë do të shihemi tek video e radhës. Pres komentet tuaja. Paqim.